Sonte nuk jemi mbledhur thjesht për të kujtuar 35 vitet Partisë Socialiste. Jemi mbledhur për të kujtuar njerëzit. Një shoqëri do vdes, ka vdekur. Vjen një moshë që është mirë të harrosh. Vjen zor të vë prangat. Edhe po falsifikon e votat. Vetëm një gotë. Zgjidhjes të këtij halli shumë të madh. Pra neve nuk gjeshëm dot njerëzit, sunë i dëmtim, i mori policia ku janë, s'dishëm asgjë. 48 vite keni bashk, 35 vjet na bën Partia Socialiste. Jam prenare që kush ka qenë vazhdon të mbetet. Me 3 nga zonjat më të veçanta të zonave rurale të Elbasanit, aktivistet hershme, se cila ka një histori pas, ka qenë shumë frymëzuese për mua kur i kam njohur gjithë secilën prej tyre dhe jam shumë e lumtur që sot do keni mundësi që t'i njihni të gjithë. Ka shumë çfarë të tregojnë, por ne do përpiqemi që të jemi sa më konciz edhe të japim mesazhet sa më të qarta, e ndërkohë që duat ju a lë atyre skenën, duat nis më një herë duke ju a prezantuar. Në fakt, duke prezantuar ato veten. Po e nis me ty Hadixhe, se kemi pasur edhe një njohje që më parë bashk, që kur unë u aktivizova në fushat edhe dëgjoja shumë për ty, madje shumë edhe më thonin se ngjan shumë me Hadixhen, me energjinë që ajo ka pasur në forumet rinore, kështu që prezantoje pak veten, edhe na trego pak më shumë për atë çfarë ti je dhe çfarë përfaqëson Partinë Socialiste. Hadixhe Pema, unë jam bashkëkryetare e Këshillit Socialist në Njësisë Administrative Labinot Mal. Në Partinë Socialiste e kam nisur në 2015-ën, kur një miku jon i familjes, që tani nuk jeton më, më ka sugjeruar që të bëjmë pjesë e Freshit dhe të ringrej Freshin e Labinotit Mal. Aty do më thënë u angazhova me të rritë dhe mu duk dhe vetja i qik më re. Pastaj me të rritë dhe me zonjat pa dyshim, dhe sot jam bashkëkryetare do më thënë e Këshillit. Siç ma thonë me shaka kolegët aty, në njësi që zonja jone e parë e PS-s. Zonja e parë e PS-s e Labinot Malit. Në fakt jo më kot Hadixhe, nisa me ty nuk është e thjesht, ti je një zonjë e aktivizuar në parti, sidomos në një terren i cili nuk është vetëm malor fizikisht, por patjetër i izoluar dhe në mentalitet. Si ka qenë për ty? E ke pasur suportin e familjes? Faktikisht pjesën më të vështirë unë kam pas kur u bëra administratore e Njësisë Administrative Labinot Mal, sepse duke qenë se ishte zonë malore dhe patriarkale, që kjo pjesa e femrave që ti drejton të burrat, domethënë ishte pak e vështirë, por nga që mora suportin shumë të madh këtu, kjo më bëri që të merret suport edhe në Partinë Socialiste dhe realisht më kam mbështetur shumë. Ne kemi një grup shumë të mirë të Partisë Socialiste në Labinot Mal dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Lindita Baja punoj infermiere nga 5 janari i 2005 në Petresh, në komunën e Bradasheshit. Kemi qenë të aktivizuar familjarisht që në fillimet e Partisë Socialiste. Burri ka qenë kryetari i Partisë Socialiste edhe ka qenë veteriner. Hynte në çdo shtëpi si puna ime dhe qante hallet e njerëzve. Fliste me partinë për çdo lloj halli që kishte në popullat. Se ne jemi gjumë e popullit, si i thon fjalët. Qante hallet e popullit edhe punojmë me shpirt për Partinë Socialiste. Jemi të angazhuar shpirtërisht. Duke ba për popullin, majmë edhe partinë në krye. Çfarë të bëri ty që të bashkohesh ke Partia Socialiste? A të nxiti dikush? Jo, e kisha me im shoq ka vdek para 10 viteve dhe këtë unë kisha si obligim që ta vazhdoje këtë rrugë, se ai ishte një socialist shumë i betuar i partisë, punonte me gjithë shpirt, duhet ndihmoj popullin. Se unë në fshat atje, pse mos i qajmë hallet, duke ul deputeta është ky hall në këtë zonë, që t'jemi edhe shpëtimtar të shumë halexhive.
Ti e the shumë mirë që bashkëshorti ka qenë kryetar dhe ka qenë shumë i aktivizuar në Partinë Socialiste. A ka qenë pak më lehtë që ai të mirëkuptonte aktivizimin tënd gjithashtu në parti për vetë faktin se ka qenë vetë? Gjithmonë e angazhuar me këtë punë. Kur më jepesh mundësia, sepse ne hyjmë edhe bizetojmë. Edhe atje marrin vesh edhe hallet e pacientëve. Edhe këto, kur mlidhemi me ju në takime, këto halle ne i transmetojmë diku tjetër, që të gjejmë zgjidhje. A gjykohen gratë në zonat rurale që merren me punë partie? Fillimet po. Kurse tani jam në Petre, fshatin ku punojnë, gjithë vajzat janë me shkollë të lartë, është civilizu. Nuk është mas si fillimet. Po më trego pak për atëherë, Atëherë gjykohesh edhe i femër. Unë ikja natën që shërbeja, vite merrte pacienti. Do vinte një pacient, do merrte edhe grup me vete, unë se kisha problem me tim shoq. Kurse atë është fshati, huqet e ke parasysh gjitha. Kurse duke ik vite, duke civilizuar edhe si fshat tani ka shumë përparime në të gjitha drejtimet. Me sa kuptoj unë, të ka ndihmuar pak edhe profesioni për të qenë e lirshme, pastaj për të aktivizuar edhe në parti, sepse ato të dyja janë shumë mirë. Shumë thjesht, si puna joj. Ulem nuk di flas shumë pastër, edhe me shpirt. Edhe çka ka nevojë nuk i kam ndihmu, duke i ble ilaçe, çdo gjë. Për kontributin në komunitet është i jashtëzakonshëm. E gëzoj respektin e gjithë fshatit, ndihem si shpitime në çdo shtëpi që hyj. Kjo është. Dhe kjo në fakt është objektivi. Nuk kam pas asnjë lloj debati. Perfekt. Po. Jam Nasipe Mullahu, lindur në Librasht, me mbiemër Biçaku, Moca e Gjilës jam. Sa mirë, e keni si fis obligimin për partinë. Po. Sepse do të thotë që ajo është kryetare e partisë Librashtit, ty ndërkohë kemi heroinë brenda sheshna. Po i pas keni ndarë territoret dhe zonat. Jo, kam qenë para Gjildës. Ke qenë para Gjildës, do ta përshëndesim Gjildën. Gjilda është pas me, është e vogël. E po i bie që Gjilda e ka marrë modelin edhe tëndin në familje për të aktivizuar. Kemi edhe tjerë që në ka nisë Peru në Peru. Më trego pak që kur ka nisur aktivizimi? Në Bradashesh ka marrë në vitin 1991, edhe vjeri im ka qenë përgjegjës sektori në Bradashesh, njeri i nderuar, i respektuar. Në pone në shtëpi kemi pas edhe gjyshi 96 vjeç, që kishte qenë tregtar, që beu i kishte falë pronat se djali ati kishte jetu te Shefqet Verlaci dhe vllai ati kishte qenë në burg 10 vjet. Edhe gjyshi i Ilit, gjyshi 96 vjeç, kur erdhi demokracia me zi e priste. Ishte, do me thanë, i thoshte atyre komisionit, unë e du që kutia të vi këtu dhe unë votoj për demokraci. Në mrena familjes kemi qenë dhe me dy parti, me një gjysh që donte patjetër demokracinë, dhe ne vjeri im dhe unë që ishim socialist. Si ishte bashkëtesa në shtëpi me këto dy të kundërta? Ai fakt të sistemin, si e kishim përdor vjerin tim, që ishte njeriu mirë, ja vinte nduke, ishte njeri zgjuar, i thoshte të kam përdor. Po vjeri im ishte njeri shumë i mirë, edhe në gjyshin e kuptonin, po i thonim gjyshit më pas se kjo që po bën Partia Socialiste është rrugë më e drejtë. Sinqerisht mua më ka ardhe natyrshëm, duke punu, unë kam 36 vjet që punoj në Kusar dhe në Bradashesh. Edhe nafisi i vjeri tim janë demokrat, edhe ishin ekstrem dhe unë kjo pjesë nuk më pengonte fare. Kur ili na herë ato edhe burrin tim, i thonin ca gjëra kundra për partinë, unë i thoja, po pritani se ai nuk menon si unë s'menoj si ai dhe ai nuk guxonte fare të më thoshte gjë mu, për atë që unë isha kundra. Piku, bile kur shkonin, Partia Socialiste në Bradashesh ka mbjetu për një pjesë kohe, ka qenë ekstrem. Do me thanë, unë këto gjana që ato ishin shumë dhunshëm, presionit e vota, që të rinin aty që të intimidonin, ti do votosh për këtë gjanë, mu sinqerisht nuk më pëlqente kjo pjesa. E thoja unë, sinqerisht, kur do jemi herë të lirë që ne të votojmë lirë edhe të bëjmë atë që ndjen. Ne bënim atë, po e banim do me tha në presionin e tjerëve. Shumë presion. Kjo ka qenë gjithë kohën. Edhe shqyqyr që kjo gja iku. Sinqerisht, që njerëzit
të jenë të lirë. Të jenë të lirë dhe të bëjnë atë që ndije. Ti bërë shumë mirë që hape këtë temë se lidhet shumë edhe me pyetjen që do të bëja. Unë jam shumë konsciente që Partia Socialiste që është sot nuk ka qenë e njëjtë me Partinë Socialiste dikur dhe ka pasur të tjera sfida Partia Socialiste, sidomos gjatë kohës kur ka qenë opozit, patjetër nuk është e thjeshtë që të asociohesh me humbësit. Pra është e thjeshtë që ti të shkosh për krahafituesve dhe sot ne kemi shumë thjesht që vajza dhe gra edhe në zonat rurale të na afrohen, të bashkohen me ne dhe të kenë një zë me ne. Por sa e vështirë është të jesh në anën e humbësve. Tani juve ju ka ndodhur të jeni edhe në anën e humbësve. A keni një histori, një episod, ndonjë kujtim që ndoshta keni dëshirë ta ndani nga ajo kohë dhe për t'i dhënë një mesazh atyre që nuk e kanë përjetuar. Unë jam një vajzë që jam e re në moshë, por edhe e re në angazhim dhe nuk e kam përjetuar Partinë Socialiste në opozit. Ende, por ju po, kështu që madomendja duhet keni ca kujtime. Në fillimet e mia, ai që më futi në punë ishte demokrat. Edhe ai më futi në punë. Dhe presioni im fillonte që aty ti nuk duhet shërbesh, se është këtu, është dikush tjetër, e kupton, dhe unë që isha e guximshme, dilesha dhe përballesha me atë. Prit se unë kam ardhur në shkollë dhe nuk të pyes fare ty. Sinqerisht, e kam pas guximin dhe ta bëj dhe atëherë. Edhe i kam thënë bjerës, po pritme se kush është ky që duhet më ndaloj mu të bëj punën që unë jam shkollu. E t'i afroj njerëzve shërbim, e bëja me zell dhe me shpirt, sinqerisht. Ditën, natën, edhe kur ngriha në kazë edhe për këto tonët, për Partinë Socialiste, se kisha fare personale. Po ke unë vini natën, donin manitol, edhe kur personat më përfundonin kanal, një rast, edhe doja ndriçimi, dhe këtë kazë unë e mbroja me të fortë, sinqerisht. Kur ishte proces zgjedhjesh, vishin njerëz, shketi, do t'japim rrogën, ktheu nga partia jonë. Jo, thoshe, ka pas edhe kërcënime me vendin e punës time. Unë, po që burri ka thënë ati ish kryetari, se s'poja përmend emrin, merr me burr për burr. Familjet tona janë familje. Kemi pas kërcënime nga më të ndryshmet edhe kemi ecër, jo, asnjëherë. Ne besoj do jemi gjithmonë tek fituesit në të dyja. Atë vërtet ti ke ardhur tek Partia Socialiste në 2015-ën, më the që e ke nisur me strukturat rinore, më trego pak sa e vështirë ka qenë që në një zonë si Labinot Mali të mundet të grumbullohet të rinj dhe të bëshim pjesë për një kauzë politike, sepse duhet thënë që nuk është shumë e thjeshtë që të rinj të angazhohen politik dhe t'ju pëlqejnë edhe takimet politike. Unë mendoj që të paktën te Partia Socialiste Labinot Mal, ajo që është vlerësuar më shumë janë persona që janë pjesë e Partisë Socialiste. Pra persona që ne kemi në grupin ton janë vlerësuar më shumë për vërtetat, për cilësitë, dhe kjo ka qenë ajo që i ka tërheq të rit. Domethënë ne jemi mundu të jemi themi njerëz të mirë, i themi ne, dhe me vërtete të mira, me gjëra të mira, dhe mendoj që kjo i ka tërheq të rit. Domethënë që ne ishim pozitiv, ishim frymëzim, ishim njerëz punëtor dhe besoj që kjo i ka tërheq që ti bëshim pjesë e grupit ton. Hatice, në këtë rrugtim tëndin 10 vjeçar, ndoshta edhe pak më shumë se sa 10 vite në Partinë Socialiste, më thua dot cili mund të ketë qenë momenti jot më krenar, momenti jot më i lumtur, diçka që ti e ke bërë, një organizim, një moment, që dhe sot kur e kujton, thua që si ajo ditë në Partinë Socialiste nuk vjen më. Unë momentet e para, sidomos kur kam qenë, domethënë që fillova të bësha pjesë e Freshit, se ishte një përjetim që unë e kisha për herë të parë, ato kanë qenë momente shumë të bukura, sepse isha me grupe të rish, ku mbi të gjitha krijoi edhe një shoqëri shumë të mirë, dhe baza ishte Partia Socialiste. Që të vjetrit kanë një mentalitet tjetër, kurse ndoshta te unë ato gjetën atë mentalitetin e ri. Dhe besoj që kjo na bashkoi më shumë dhe për mua ka qenë një moment shumë i bukur, se më kishte rastin që të më thoshë, po ti më kupton mua, çfarë dua unë. Dhe besoj që kjo ka qenë ndër momentet e bukura kur kam qenë koordinatore e Freshit. Shumë gjë e bukur dhe unë ta thash, kam dëgjuar shumë fjalë të mira, duhet ta rikthejmë atë frymën e Freshit në Labinot Mal dhe do ta lidh tani me një pyetje që t'ju vë pak në sikletë. Unë tani dua një kritik nga ana juaj për Partinë Socialiste sot, ndoshta edhe për mua. Nëse diçka është e mirë për një zonë, nuk do të thotë që është e mirë edhe për tjetrën. Unë mendoj që është më shumë si sugjerim se sa si e keqe, që gjithmonë duhen pyetur ato persona që janë të zonës që a ja vlen. Domethënë se në moment që përpiqesh bësh diçka pozitive, ajo mund të kthejë edhe në bumerang. Kështu që duhet i përshtatësh zonës ku shkon, mendoj unë.
do të kisha dëshirë që përpos një mesazhi për t'i dhënë vajzave dhe grave të zonave rurale, përkatësisht atyre që ju përfaqësoni, një mesazh që patjetër lidhet, pra i ftoni të angazhohen, kush janë të mirat e angazhimit në Partinë Socialiste, çfarë sollit mirë për ju që ju e keni bindje që mund ta sillni mirë dhe për ato, çfarë bën dhe çfarë do thotë Partia Socialiste në jetën tuaj të përditshme, që ndoshta ndonjëra për jush mund të jetë dhe burim frymëzimi edhe nga ky moment. Unë e di që ju e bëni çdo ditë në komunitetet tuaja, po sa mirë ta themi me zë dhe publikisht. Ti dhën motiv vetes që unë jam grua dhe jam dhun dikushi. Unë kështu ja sugjeroj vajzave dhe grave që shoqërohen dhe që i ftoj të bëhen pjesë e Partisë Socialiste. Ishte shumë kënaqësi për mua që ishit këtu, që ndam bashk disa kujtime, por ndam bashk mendoj shembullin tuaj më të mirë, që kam të sigurt që inspironin komunitetet tuaja, por do doja që t'inspironit edhe më tepër se sa aq, edhe për te komuniteteve. Unë e ceka dhe pak më parë që t'jesh vajzë dhe grua është shumë e vështirë në vetvete, por t'jesh vajzë dhe grua në komunitete rurale është edhe më e vështirë. Dhe imagjinoni se sa vështirë bëhet kur këto gra dhe zonja dhe vajzat e reja të zonave rurale aktivizohen në politikë. Kanë të bëjnë me shumë paragjykime, por ju duhet që t'jenë patjetër edhe shumë menaxhuese të mira, sepse punët e shtëpisë dhe punët e familjes rëndojnë më shumë tek to se sa që ndoshta mund të rëndojnë tek vajzat dhe gratë të qytetit. Kështu që unë jam mirënjohëse për secilën prej jush e prej shoqeve tuaja që nuk i kemi sot në këtë podcast, por jam i sigurt që do na e ndjekin dhe dua t'ju falenderoj për shembullin, për atë që ju jeni. Jeni inspirimi im çdo ditë. Dhe falenderim dhe për ty. Ishe knajsi edhe për ne. Ishe knajsi. Jo, sinqerisht, për mu, do me thanë edhe kur ban votimet dhe kur t'ju paraqite, goca që thjesht, artikulume, gjume popullin, sinqerisht, unë të përgëzat. Për njeriu që je, për kurajin që ke, sinqerisht. Edhe unë pranaj se jam tërhequr. Mendim kam si shoqja, je vajzë me shumë lere, edhe këto tani se do t'i pres këto, nuk i nxjerr këto. Këto takimet me popullin ke gjetë një mënyrë shumë të mirë zgjidhje. Ti bësh, po ca gjana të zgjedhshme. Ose ande nga ne ke dalë për te pritshmërive të televizionit, domethënë në komunikimin. Domethënë takimet që kemi bërë, komunikimi yt janë inspiruar dhe shumë goca. Faleminderit shumë. Kjo është më e rëndësishmja. Mesazhi që duhet japim sidomos si vajza dhe si gra është që pas 35 viteve Partisë Socialiste, ku me statut jemi kaq të barabarta në fakt, duke qenë bashkëkryetare dhe duke u përpjekur që dhe antarësinë të arrijmë 50% me 50% burra, unë jam shumë e lumtur që sot jam mes vajzave dhe grave që inspirojnë Partinë Socialiste dhe kam të sigurt që Partia Socialiste nesër më e mirë do jetë me gra dhe me vajza.